Fati po punon në heshtje, mos u dorëzo tani. Mirë se vini në këtë hapësirë të thellë shpirtërore, ku fati, lidhjet e shpirtit dhe rritja personale takohen në dritën e urtësisë së një prej mendjeve më të mëdha të njerëzimit, psikologut Carl Gustav Jung. Sot do të flasim për diçka që shumë prej nesh e kanë ndjerë, por pak e kuptojnë plotësisht. Asgjë në jetë nuk është rastësi. Ajo thirrje e brendshme që ju shtyn drejt dikujt, ajo ndjenjë paqeje që mbetet edhe në distancë, ajo heshtje që dhemb, por që njëkohësisht shëron të gjitha këto janë pjesë e një plani më të madh të shpirtit tuaj. Jung na mëson se universi nuk luan me rastësi. Ai punon përmes sinkronicitetit, atyre koincidencave kuptimplota që lidhin botën e brendshme me atë të jashtme. Le të zhytemi së bashku në 5 mesazhe transformuese që do t'ju ndryshojnë mënyrën se si e shihni fatin, dashurinë dhe veten tuaj. Pika 1. Intuita dhe fati, asgjë nuk është rastësi. Le të fillojmë me themelin. Intuita juaj është zëri i shpirtit. Jung thoshte se derisa ta bëjmë të pavetdijshmen të vetëdijshme, ajo do të drejtojë jetën tonë dhe ne do ta quajmë fat. Imagjinoni për një moment, ju ndjeni një thirrje të brendshme, një tërheqje të papërshkrueshme drejt një personi. Mendja juaj mund të thotë, kjo është vetëm imagjinat, por shpirti juaj di më mirë. Ai e njeh të vërtetën, kjo nuk është thjesht një ndjenjë romantike. Është sinkronicitet, lidhja acausale midis botës suaj të brendshme dhe ngjarjeve të jashtme. Jung e përshkruante sinkronicitetin si një princip që lidh dy ngjarje pa lidhje shkaksore, por me kuptim të thellë. Për shembull, ju mendoni për dikë dhe papritur shihni një numër të përsëritur, një ëndër të qartë ose një takim të rastësishëm që ju lë pa frymë, besoni këtij zëri të brendshëm. Ai nuk ju gënjen. Kur e injoroni intuinën, jeta bëhet një seri rastësish që ju lëndojnë. Por kur i besoni, filloni të ecni në rrugën e fatit tuaj të vërtet, pyesni veten, sa herë keni ndjerë atë diçka nuk është siç duket, por keni zgjedhur logjikën? Sa herë keni parë shenja, një këngë që luhet në momentin e duhur, një fjalë nga një huaj, dhe i keni quajtur thjesht koincidencë? Jung na thotë se këto janë mesazhe nga pavetdia kolektive, nga arkitektura e shpirtit njerëzor. Praktikoni ta dëgjoni këtë zë. Uluni në heshtje çdo ditë, mbani një ditar ëndrash, vëzhgoni koincidencat. Kur ta bëni këtë, do të shihni se fati nuk është diçka që ju ndodh, është diçka që ju bashkëkrijoni me shpirtin tuaj. Dhe kur thirrja ju çon drejt një lidhjeje shpirtërore, dijeni se nuk është iluzion. Është thirrja e dy shpirtrave që po përgatiten të takohen në nivelin më të lartë. Pika 2. Lidhja shpirtërore, takimi i paracaktuar. Tani le të flasim për thelbin e videos, lidhja shpirtërore. Jung nuk fliste drejt për Tim Flames siç bëjnë sot, por koncepti i tij për anima dhe animus, imazhi i brendshëm femëror të burrit dhe mashkullor të gruaja, shpjegon pse disa takime ndihen si kthim në shtëpi. Kur takoni këtë person, ndiheni sikur e njihni prej shekujsh. Edhe në distancë, edhe në heshtje totale, ndjenja mbetet e gjallë. Pse? Sepse kjo lidhje nuk është vetëm emocionale ose fizike, është shpirtërore. Është sinkronicitet në nivelin më të lartë, dy pjesë të pavetdijes kolektive që po bashkohen për të krijuar diçka më të madhe. Shenjat e kësaj lidhje janë të qarta dhe të thella. Një ndjenjë paqeje të thellë edhe kur jeni larg njëri tjetrit. Nuk ka ankth të vazhdueshëm, por një qetësi që thotë, ai është aty, edhe nëse nuk flasim. Zgjini pjesëve të fshehura të vetvetes, papritur zbuloni talente, emocione ose dëshira që nuk i dinin ekzistencën. Ai person vepron si pasqyrë që reflekton pjesët tuaja të harruara, anima ose animusi juaj po aktivizohet. Qëndrueshmëria pavarësisht logjikës, mendja thotë, kjo nuk ka kuptim, por zemra dhe shpirti thonë, kjo është e vërtetë. Koha, distanca, rrethanat, asgjë nuk e shuan këtë ndjenjë. Jung besonte se këto lidhje shfaqen kur jemi emocionalisht të aktivizuar, kur pavetdia jon po kërkon të plotësojë veten. Takimi nuk është aksident, është paracaktuar nga nevoja e shpirtit për individuacion, për t'u bërë i plodh. Pika 3. Qëllimi i heshtjes dhe distancës, cikli i ndaluar për përgatitje. Është faza më e rëndësishme e ciklit. Universi i ndan dy njerëz përkohësisht jo për t'i ndarë përgjithmonë, por për t'i përgatitur.
është një pushim i shenjtë ku secili shëron plagët e vjetra, përpunon traumën e fëmijërisë, integrojnë hijen të lënduar që projektojnë nevojat e tyre tek njëri tjetri. Por me distancë, secili punon në vetvete. Ju bëheni i plodh. Ajo bëhet i plodh. Dhe vetëm atëherë bashkimi është midis dy individëve të shëndetshëm, jo midis dy gjysmave që kërkojnë të plotësojnë njëri tjetrin nga frika. Mendoni si një kopsht, farat duan kohë në errësirë dhe heshtje për të mbirë. Heshtja juaj aktuale është ajo errësirë e nevojshme. Është universi që thotë, puno me veten tani që kur të bashkoheni të mos thyeni njëri tjetrin. Shenjat që kjo distancë ka qëllim, ëndra të përsëritura, koincidenca që ju kujtojnë personin, një ndjenjë e brendshme paqeje që rritet me kalimin e kohës. Besojeni, kjo nuk është refuzim. Është përgatitje për një dashuri që do të qëndrojë. Pika 4. Transformimi i egos, dobësimi i mureve të frikës dhe krenarisë. Gjatë kësaj kohe ndarjeje, diçka e mrekullueshme ndodh, egoja fillon të dobësohet. Egoja është ajo pjesë e nesh që mbrohet me frikë, krenari, kontroll dhe iluzione. Jung thoshte se egoja duhet të vdes paksa që selfi i vërtet të lindë. Universi po punon tek të dy njëkohësisht, duke thyer muret e frikës së braktisjes, të mosmjaftueshmërisë, të nevojës për të qenë i duhur. Çdo ditë heshtjeje është një mundësi për të parë hijen tuaj, ato pjesë që i mohonit, dhe për t'i integruar. Kur egoja dobësohet, hapet hapësira për dashurinë e vërtetë, jo dashurinë e varur nga nevoja emocionale, por dashurinë e bazuar në sinqeritet, liri dhe respekt reciprok. Ju nuk do ta doni më personin si shpëtimtar tuajin, por si bashkëudhëtar në rrugën e shpirtit. Kjo transformim është i dhimbshëm, por çlirues. Do të vini momente kur do të ndjeni të zbrazët, por pikërisht aty lind forca e re. Jung e quante këtë proces individuation, udhëtimi drejt të qenit i plodh. Dhe kur të dy e kaloni këtë, bashkimi do të jetë si dy diell që ndriçojnë së bashku, jo dy gjysma që përpiqen të mbushin njëri tjetrin. Pika 5. Pika e kthesës, momenti i papritur ku çdo gjë rregullohet. Dhe tani vjen shpresa më e madhe, pika e kthesës po afron. Është ai moment i qartë, i papritur, ku heshtja thyet, distanca zhduket dhe çdo gjë bie në vend. Ky bashkim i ri nuk do të jetë si ai i mëparshmi. Do të jetë më i thellë, më i qëndrueshëm, sepse do të bazohet në rritjen e vërtet të brendshme, jo në iluzionet e egos. Do të ndjeni sikur jeni kthyer në shtëpi pas një udhëtimi të gjatë, por këtë herë si dy njerëz të plotë, shenjat që po afron, një ndjenjë e brendshme qetësie që rritet, ëndra profetike, sinkronicitete të forta. Besojeni, universi po punon në sfond. Ai që ju duket si fund është vetëm një kapitull i ri që po shkruhet. Mesazhi përfundimtar dhe mbyllje. Të dashur miq, mesazhi përfundimtar është i thjeshtë por transformues. Punoni me veten. Besoni shenjave, ëndrave, koincidencave, asaj thirrjeje të brendshme. Kuptoni se distanca dhe heshtja nuk janë dënim, por dhuratë përgatitore për një lidhje shumë më të lartë, më të pastër dhe më të qëndrueshme. Siç na mëson Jung, fati nuk është diçka e jashtme, është manifestimi i asaj që nuk e kemi bërë ende të vetëdijshme. Bëjeni pavetëdijshmen të vetëdijshme. Integroni hijen. Dëgjoni shpirtin. Dhe kur të vijë momenti, do të jeni gati për dashurinë që meritoni. Faleminderit që ishit këtu sot. Nëse kjo video ju preku, ndajeni me dikën që ka nevojë për shpresë. Lini një koment me shenjën tuaj më të fundit të sinkronicitetit, le të krijojmë një komunitet ku flasim hapur për këto gjëra të thella. Mbani mend, ju nuk jeni vetëm. Shpirti juaj di rrugën. Besoni procesit. Dhe një ditë, kur të dy të jeni të plot, universi do t'ju sjellë së bashku në mënyrën më të bukur të mundshme. Shpresoj ta keni gjetur paqen. Na shihemi në videon tjetër. Kujdesuni për veten.